Atëherë t'ja fillojmë. Të nderuar pensionistë të arsimit, shëndetësisë dhe të administratës komunale. Të nderuar të pranishëm të tjerë, sot në pratë këtë ditë së qerimit të komunës së Dragashit, jemi mbledhur këtu për të shprehur respektin dhe mirënjohjen tonë për ata që me punën, për kushtimin dhe sakrificin e tyre, kanë shërbyer me dignitet në institucionet tona për dekada me radhë. Kjo tashme është bërë një traditë e bukur e komunës sonë, që në këtë ditë të shënuar të nderojmë njerëzit që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe zhvillimin e shoqërisë sonë. Të nderuar pensionistë të shëndetësisë, ju keni qenë simbol i humanizmit, kujdesit dhe përkushtimit ndaj jetës dhe shëndetit të qytetarëve tonë. Në ditë të lehta e të vështira, në çdo kohë dhe rrethon, keni qenë pranë njerëzve me profesionalizëm dhe me zemër të madhe. Të nderuar pensionistë të arsimit, ju keni qenë udhërrëfyqit e brezave të tërë, me dijen, përkushtimin dhe durimin tuaj, keni ndriçuar rrugën e mira nxënësve, duke mbjellë tek ata vlerat e dijes, edukatës dhe dashurisë. Trashëgimia juaj jeton në sukseset e çdo gjenerate që keni edukuar. Të respektuar pensionistë të administratës komunale, ju keni qenë shtylla e funksionimit të institucioneve tona me përgjegjësi, koreksi dhe profesionalizëm, keni shërbyer qytetarët dhe keni kontribuar në forcimin e administratës dhe zhvillimin e komunës sonë. Të nderuar pensionistë, pensionimi nuk është fundi i rrugtimit tuaj, është fillim i një kapitulli të ri në jetë. Kontributi juaj mbetet i shkruar në historinë e institucioneve tona dhe në kujtesën e qytetarëve që i keni shërbyer. Në emër të komunës së Dragashit, ju falenderoj për gjithçka që keni bërë për komunitetin tonë. Ju uroj shëndet të mirë, lumturi, qetësi dhe shumë vite të mbushura me gëzime pranë familjeve tuaja. Njëkohësisht të gjithë qytetarët e komunës së Dragashit, shpëtorashit të uroj ditën e shënimit, duke kujtuar me krenari sakrificën e atyre që bën të mundur lirinë që gëzojmë sot. Urime dita e shënimit të komunës së Dragashit. Ju falenderoj. Dhe thashë dhe pensionimi nuk është fundi i jetës ose fundi i botës. Ju e dini që une që 5 vite jam pensionist, edhe që kam arritur të bëhem kryetar, që edhe për mandatin e dytë. Kështu që mos e dëshpëroni, e keni edhe një jetë tërë mbrapa pensionimit, mundi gjithkush nga ju më arrit më shumë se unë, nëse keni dëshirë dhe vullnet. Tash po fillojmë me ceremonin e ndamjes së mirënjohjeve, edhe një dhuratë simbolike, në shenjë respekti dhe kujtimi, na kemi bërë këto si traditë që 4 vite që ku marrë unë kryetar, dhe do të vazhdoj kjo, unë betoj edhe kush vjen mbas meje si kryetar, do të vazhdoj të i përkujtojmë pensionistët cilët kanë kontribuar për shoqërinë tonë. Zotëzoj Ana. Nasir Besmani. Nasir Sosh. Hiçbir problem. Meleç Kryeziu. Bukurie Krasniki. Andare le foto. Cile mie celle. Se un anno. Va bene, no, poi kan lidhje shkruhet tani. Një hapë të qafleshi. Një hapë të qafleshi. Dhe shulinë. Mai shulinë. Vajdin Ibrahimi.
Ali Berisha, Shoqëri Domuzeti, Remzi Misimi, Lerin Pira e ka marrë, Gjemali Skenderi, Shaban Skenderi, Më shumë, se mbona dhe një foto më dhe se mbona në këshyra. Jepja pra. Hajde për shambon. Fadil Bahtjari, Abdul Razak Mehmeti, Tosuna Jupi, Shazi Bajrami, Të sunin e mund tja. Shazi është. Akim Rauti, Nevahi Tahiri, Hajde me nervla. Se kam ishë nga kam i prumë të ty. Exhaust. Hüseyin Skeraj, Hajde cilë. Exhaust. Në radhë vjetë është pakat sonca soleme për detit e sirimi. Pastaj shkojmë të varrezat të Rusja dhe Mjasharit, të varrezat të Shmurën në Bunqe. Në ora 11:30 fillon koncerti. Ka mos nëse në orët shiu do majnë për jashta, nëse në orët brenda, në ora 12 ju shkoni drejt në drejt. Miru pafshim.